Kryeministri Edi Rama ka cilësuar aksin rrugor Milot Ballldren si një hap të rëndësishëm për zhvillimin e veriut të vendit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama theksoi se investimi do lehtësoj lëvizjen, do rrisë sigurinë rrugore dhe do të japë një shtys të re turizmit, biznesit dhe ekonomisë në qarqet e Shkodrës dhe Lezhës. Pak ditë më parë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë shpalli konsorciumin fitues për segmentin rrugor Milot Ballldren, ndërsa pritet nënshkrimi i kontratës për t'i hapur rrugë nisjes së punimeve. Projekti parashikon ndërtimin e një autostrade të re me standarde të kategorisë A me gjatësi 17 kilometra. Aksi është pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian dhe konsiderohet një ndër nyjet më të rëndësishme për lidhjen e veriut të Shqipërisë me Malin e Zi dhe më tej me rrjetin rajonal të transportit. Projekti përfshin ura, nyje lidhëse, rrugë shërbimi, sisteme inteligjente monitorimit të trafikut dhe infrastrukturën e tarifimit. Ndërkohë që një nga veprat më të rëndësishme është ndërtimi një tuneli me 2 tuba, i cili do mundsojë anashkalimin e qytetit të Lezhës. Sipas karakteristikave teknike të publikuara, secili tubi tunelit do ketë një gjatësi prej 850 metrash. Projekti me një vlerë të vlerësuar prej gati 365 milion euro pa TVSH do financohet nga sektori privat dhe parashikon projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e aksit për një periudhë 35 vjeçare.